Policia maqedonase ka arrestuar 23 persona si të dyshuar për përfshirje në tragjedinë që ndodhi brenda klubit të natës në Koçan mëngjesin e 16 marsit. Sipas hetimeve të policisë deri tani, zjarri ka ndodhur si pasojë e fishekzjarreve që kishte sjell grupi muzikor i cili performoi aty. Në mesin e të arrestuarve është edhe ish ministri i ekonomisë Kreshnik Bekteshi, ish drejtori i menaxhimit të krizave Bekim Maskuti dhe ish sekretarja shtetërore Razmena Çekiç Durović. Bekteshi akuzohet se ka abuzuar me licencën e dhënë ndaj diskotekës. Sot ishte vetë kryeministri që kërcënoi BDI-n se do i merrnin përveshje nga banesat e tyre. Është arrestuar pronari jo formal i klubit, shitësi i biletave, 4 persona që shërbenin si truproja, drejtuesi i agjencisë për sigurimin, pronari i objektit ku ka funksionuar klubi, 3 persona nga inspektoriati shtetëror i tregut, 1 nga inspektoriati i punës dhe 1 person tjetër që ndërlidhet me rastin. U shpreh Pançe Toshkovski, ministri i brendshëm. Toshkovski tha se gjatë hetimit është konstatuar se klubi ka funksionuar me 2 aparate kundër zjarrit, nuk ka pasur der evakuimi dhe mjetet piroteknike janë ndezur në kundërshtim me ligjin. Toshkovski deklaroi se policia nuk ka detyrim ligjor për të siguruar objektet e tilla. Lidhur me rolin e policisë brenda objektit, Toshkovski tha se nën hetim janë përfshirë edhe zyrtar të MPB-s, secili që ka faj të drejt për drejt ose jo të drejt për drejt lidhur me këtë rast do të mbajë përgjegjësi, secili e përsëris, secili sipas ligjit. A vlen kjo për kryetarin e komunës? Kjo vlen për secilin, theksoi Pançe Toshkovski, ministri i brendshëm. Nga hetimet është konstatuar se objekti nuk ka rrjet hidratimi dhe as mjete funksionale hidratimi, nuk ka pasur aparate kundër zjarrit. Në raport me hapësirën brenda të cilës ka funksionuar, nuk ka pasur dyer për evakuim ashtu siç parashikohet në ligj, por ka pasur një derë të improvizuar metali në pjesën e pasme, e cila ishte e mbyllur dhe izoluar me mjete kundër zhurmës. Nuk ka vend për qasje nga 2 anët për makinat e zjarrfikseve sipas rregullores dhe protokolleve. Brendësia e objektit ka qenë ndërtuar me gips dhe nuk ka pasur shtresë mbrojtëse nga zjarri. Nuk ka pasur as sistem për njoftimin e njerëzve në rast alarmi.